këtij pushteti I cili zgjati realisht 16 vjet. Një personazh shumë I rëndësishëm I Partisë Demokratike përpara 12 vjetësh më ka thënë që ai është shumë I fortë, ne jemi shumë të dobët, do t'i zgjas pushteti 16 vjet. Dhe natyrshëm, mu desh t'i them që nëse ati zgjat pushteti 16 vjet, çfarë bën ti në këtë parti, duhet t'i ikësh urgjent nga kjo parti një herë. Mos ndoshta ka njerëz në Partinë Demokratike ose më sakt në popullatën shqiptare me fuqi reaguese e kanë pranuar që qëndrimi I kryeministrit do t'jetë shumë I gjatë dhe, si më thënë, kanë pranuar që nuk mund të bëjnë asgjë raport me këtë? Mendoj se ndoshta disa element më përparshëm të Partisë Demokratike dhe mund ta kenë pranuar këtë gjë. Por besoj që drejtuesit aktual të Partisë Demokratike jo vetëm gjatë kësaj fushate, por në vitet e fundit kanë bërë të pamundurën me qëllim që të shkurtohet jeta e këtij regjimi. Por siç edhe ju thatë, duke qenë se Rama ka kapur çdo gjë në vend, që nga drejtësia, që nga sistemi gjyqësor, apo dhe ekonomia e bën të vështirë, por jo të pamundur, të vështirë largimin e tij nga pushteti. Kjo nuk do të thotë që njerëzit duhet të dorëzohen përpara pushtetit. Sigurisht që duhet të luftojnë më shumë, por duhet gjendë mënyrat më të veçantë ose të qarta për të luftuar. Do duhet që qëndroj pak më shumë me ty në raport me eksodin, me këtë eksod njerëzor biblik të shqiptarëve për një jetë më të mirë, thuhet, po duhet të pyes për një lloj drame në të cilën jetojnë njerëzit e komunikimit të Shqipërisë sot. Fjala vjen. Ne kemi parë shumë analistë, shohim shumë analistë në Shqipëri. Kam një përshtypje që edhe të majtët, pra kur them të majtët janë sektistët e zonës rilindjes Rama, e pranojnë, për shembull, nuk ju vjen mirë, por e pranojnë që shkullaku e ka korpusin analitik jo vetëm shumë mirë të ndërtuar, por me një lloj çitërsie dhe artikulimi që jo se kanë të tjerët, po ai e ka ashtu si e ka, pra është në një kuptim I pranueshëm nga të gjitha palët për atë që thotë. Kjo nuk ndodh domosdoshmërisht me të gjithë të tjerët. Përveç kësaj, çfarë ndjesie ke ti për njerëz të famshëm të zonës analitike ose programbërse në televizionet kombëtare që dallueshëm mbrojnë pushtetin. Në këtë sens, ndihesh ti keq që punon për një televizion opozitar, por nuk ke shumë elementet fuqishme në dorë sot, ndërsa ndoshta nuk e kanë të drejtën ata nuk janë me të drejtën, të paktën konceptuale, po kanë 12, 14 ose 16 vjet që janë të fuqishëm, biznes, qejf dhe, si më thënë bajnë, edhe mendje arrogancë për atë që bëjnë. Si e përjeton vërtet kjo, por unë mendoj se është më mirë të jesh një zë në shkretë të tjerë se sa një bubullim. Nëse analistët e majt ose ato që mbështesin Ramën mendoj se flasin në një gjuhë, ato të Ramës. Kurse pjesa tjetër ne që jemi më të paktën flasim gjuhën tonë, gjuhën mendimin dhe shprehit tona që kemi, jo të një personaliteti drejtues apo udhëheqësi. Po kemi ne mendimet tona, kurse mendoj që fatkeqësisht shumica e analistëve të majt shprehin thjesht mendimet e qeverisë. Dhe kjo në një sens ti mendon ata I dobëson. Sigurisht. Pavarësisht se mund të jenë shumë, por ama një zë I veçantë që dallon I mund të gjithë. Kalojmë pak tek fuqia e madhe që pati eksodi. Siç e kemi folur edhe më përpara dhe një nga shkrimet e tua, ti kishe bërë një analizë raport me eksodin e shqiptarëve. Shqiptarët në numra të mëdhenj janë larguar në 91-shin, në 97-ën dhe në 2014-15. Dhe patyshim vazhdojmë, le kam përshtypjen që kanë arritur numra më të frikshëm diku 2021-22-23, mbas fitores zgjedhjeve të kaluara parlamentare, sidomos farsës së bashkisë. Edhe farsë së bashkisë, por edhe ndikoi edhe pjesa e pandemisë që I bllokoi për rreth një vit e gjysmë dhe sapo u çliruan njerëzit ikën masivisht. Por mendoj se largimi masiv I shqiptarëve ka ndodhur në 2014-ën dhe 2015-ën. Do të thonë pak muaj pas ardhes së Ramës pushtet me siç thashë më përpara që ka qenë diçka e programuar me qëllim që të largonte njerëzit që reagojnë. Edhe njerëzit që reagojnë zakonisht janë ata njerëz që nuk kanë dhe kërkojnë diçka. Në Shqipëri, çfarë bëri Rama sapo erdhi në pushtet? Ndërpreu ndihmën ekonomike për 80% të atyre që paguheshin. E para, e dyta, u hoqi energjinë elektrike 80% të personave që nuk e paguanin dot. U ndërpreu dhe ujin. Dhe u tha, ose paguani, ose do hynin në burg.
Shumica e tyre zgjohen të iknin. Ti mendon që ky ka qenë një veprim që prekte pjesën më të madhe të popullatës me qëllimin që t'i shkallonte nga nervat ata? Me qëllimin ose do t'i fusten në burg, ose do iknin, sepse për të paguar, nëse do kishin të paguanin ata do i kishin paguar energjinë elektrike dhe ujin. Fakti tregoi që ata ikën. Ata ikën dhe Ramës i hapan rrugën për një pushtet më të fortë, sepse kishte më pak votues që do ta kundërshtonin. Okej, ti e ndjek veprimtarinë e qeverisë, ju gjithë kolegët në të gjitha instancat e